Momenti ku kemi këtë mos futje të agjendës në agjendë të Këshillit të Evropës, andarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës, është ndërlidhur në mënyrë të zinxhirore në shumë faktorë të cilët kanë dhënë këtë efekt dhe këtë situatë. Kryesorja është që Këshilli i Evropës ka vendosur edhe disa kushte në një formë ose tjetër që ndërlidhen me jetësimin e planit konkretisht të pajtimit të ndodhur në Bruksel dhe Nohur që ka ndodhur gjatë ish-qeverisjes Kurti. Për rrjedhoj, kjo është një çështje e cila është bë kusht i ri në një formë jo zyrtare për Kosovën dhe në cilën Kosova duhet të japë ecjet e saj, siç ka ndodhur me rastin e tokave të manastirit Deçani që Republika e Kosovës, ish-qeveria Kurti i ka pranuar si të mirëqenia jetësimin e këtyre kushteve me shpresën që do të ecet përpara drejt antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Është edhe pjesa tjetër ku si pasojë e mungesës së institucioneve qeverisë në Republikën e Kosovës kemi këtë mos angazhim, duke pa këtë mos seriozitet të Kosovës edhe nga ana e vendeve përkrahase në kuadër të Këshillit të Evropës që të ecet përpara drejt antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Jetësimi i planit konkretisht pajtimit ndodhur në Bruksel dhe në Ohër gjatë qeverisjes ish-kryeministit Kurti është njëna prej pengesave cilat do të bëhet edhe kusht në një formë ose tjetër edhe për Këshillin e Evropës, për arsye se janë shumë vende, sidomos Gjermania dhe Franca, mbi të cilat insistimi është formu plani frango-gjerman, konkretisht pajtimi ndodhur në Bruksel dhe Nohër. Ajo marrëveshja e cila nuk është nënshkruar, por që për faktorin ndërkombëtar është obligative për Republikën e Kosovës, për faktin që edhe Kosova dhe Serbia i kanë thënë po kësaj marrëveshje. Për rrjedhoj, jetësimi i saj siç ka ndodhur me tokat e manastirit Deçanit, hap rrugë dhe vazhdimin e aty ku ka mbet, po themi ashtu, të Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës.